Shkurte Fejza ka ndarë një mesazh emocionues në rrjetet sociale pas takimit që zhvilloi në Shtetet e Bashkuara me ish presidentin amerikan Bill Clinton. Këngëtarja e njohur shqiptare e cilësoi këtë takim si një moment të veçantë mirënjohjeje për rolin historik që Clinton pati për Kosovën në periudhën më të vështirë të popullit shqiptar. Në postimin e saj, Fejza falenderoi gjithashtu shqiptarët e Amerikës për kontributin dhe mbështetjen e vazhdueshme ndaj Kosovës ndër vite, duke i quajtur ata zemra e gjallë e shqiptarizmës. Ja postimi i plot i artistes. Mirënjohje nga zemra në emër të popullit të Kosovës. Në emrin tim dhe në emër të gjithë atyre që e bartin Kosovën në zemër, dje në Shtetet e Bashkuara pata nderin e veçantë të takoj presidentin Bill Clinton. Ky takim ishte më shumë se simbolik. Ishte një moment falenderimi dhe mirënjohjeje të thellë për gjithçka që presidenti Clinton ka bërë për Kosovën, për vendimin historik, për guximin moral dhe për qëndrimin e palëkundur në anën e së drejtës në ditët më të errta të popullit tonë. Pa atë angazhim vendimtar, liria jon do të kishte një histori tjetër. Një falenderim i veçantë shkon edhe për shqiptarët e Amerikës, shqiptaro-amerikanët, zemra e gjallë e shqiptarizmës. Zëri ynë i palëkundur në kohë rreziku dhe shtylla e fuqishme e miqësisë së përhershme mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Sepse liria e Kosovës mban edhe emrin e ndërgjegjes amerikane dhe ky emër do të kujtohet për jetë me mirënjohje dhe nder. Me respekt dhe për ulësi, Shkurte Fejza, New York, 17/06/2026.